Faton Peci i adërzoi të enjten postin e ministrit të bujqësisë, Imrit Demelezit, i cili deri tash që zëvend si tij. Mitrovicasi, që mori besimin për të qenë kryetar komune, po i le të zhgënjur fermerët me të cilët mburrej se i ndihmoi gjatë gjithë mandatit. Në asnjë rast, as për subvencione, as për grante, nuk ka arritur askush të kontestoj meritokracinë. Dhe mbi të gjitha, në asnjë rast të vetëm nuk kemi pas referencë nga kabineti dhe nga ministri i bujqësisë. Kjo nuk dihet, veçse e sigurt është se 10 fermer ende nuk kanë marrë subvencionet, edhe pse ky proces e lista me fituesit është mbyllur prej muajsh. Dardan Hoti, i cili është njëri prej tyre, nuk ka pranuar asnjë qindark për grurin që mbulli. Se 3 muaj më ka ardhur vendimi i subvencioneve. Mos më ka ardhur vendimi 2 javë kanë afat. Mos vendimet. Edhe deri tash kur gjë? Kur gjë. Obligime jem dhe në fëtë që na bazon të ke marrë fare, plehe, si na shqiptar që morën verësi të ju bazon të. Përgjegjëse për ekzekutimin e pagesave ndaj fermerëve është Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë. Ne jemi të vazhduar me pagesa, edhe di që një listë dhe tash sa po flasim dhe që janë dërguar për ekzekutim, kështu që proces pagesave. Paralel me këto, po them që i kem shtyp vendimet, jem të i bo edhe vendimet për kilogram të grurit, sasin e grurit dërzum, edhe presim të tjera me realizu. Plotësisht nuk është që i kem kry me thonë një për shembull sipërfaqet ose blektorin që me thonë e kem kry 100% nuk është. Jem paralel të shku do të thotë me pagesë. Kur është kontaktuar këtë të premte, fermeri Hoti thotë se ende nuk i kanë dalë të hollat që i takojnë. Vetëm që të subvencione me najqita se minal krejt me tregu që s'ka subvencione, mos më badunan të heq, mujshëm ja dalë mirë, mos mujshëm me agran të unën. E jo me na premtua dhe mu bo vanesa, ato pagesat për i kryin, po për i kryin me vanes, kur s'pëna duhen mos. E kur pritet mu përfundu krejt? Mu përfundu në presën që t'javë në fillim me pas përfundume, mara e mirë se shkon që kjo. Me u ekzekutu pagesat a qysh? Mu ekzekutu pagesat, po. Vlera totale e subvencioneve që nuk janë ekzekutuar ende nuk dihet. Shënjestër.net